Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vizituar Osman Hajdarin, ushtruesin e detyrës së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kurti ka dënuar ashpër sulmin ndaj veturës së Hajdarit, që ndodhi ditën e mërkurë, se krimi i organizuar dhe aksionet me elemente terroriste nuk i trombin drejtorët tanë, e dëshmon deklarata publike e djeshme e drejtorit të QKK-s, Osman Hajdari. Bashkë me ministrin në detyrë të shëndetësisë Arben Fitia, e takuam sot atë, dhe si dhe drejtorin e SHSKK-s, Elvir Azizin, e dënoi ashpër sulmin ndaj drejtorit Hajdari dhe i bëi thirrje organeve të rendit të drejtësisë që sa më parë të zbardhin rastin dhe kryesuesit e këtij akti kriminal të sillen para përgjegjësisë, ka pohuar Albin Kurti. Ai ka shtuar tujte se në çdo institucion publik kemi marrë hapa dhe reforma të thella që në thelb kanë mbrojtjen e interesit publik e shërbime më të mira për qytetarët. Këto reforma kanë prekur interesat të ngushta të klaneve të ndryshme të instaluara për më shumë se 20 vjet në çdo pore të institucioneve tona, ka theksuar Kurti. Mes të tjerash, ai shtoi se aktivitetet të tjera jo vetëm që nuk na ndalin, por na bëjnë dhe më këmbgulës në punët e mira që po bëjmë. Ndryshe të mërkurën në parkingun e administratës së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka ndodhur një incident ku është dëmtuar vetura private e ushtruesit të detyrës së drejtorit të QKK-s. Shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës ka thënë se dëmtimet kanë ndodhur në rrethana ende të panjohura, ndërkaq që automjeti ishte i parkuar në hapësirat zyrtare të administratës në momentin e ngjarjes.